Unë faktikisht kur e mora vesh, isha shumë i ndinjuar me çka ka ndodhur, për arsye që nuk ka pas as leje, as koordinim me askënd, as prej drejtorisë, domethënë as me kabinetin tim. Prandaj ne kemi vendosur me ndërmarr masa të menjëhershme. Kam diskutuar menjëherë me drejtorin, me Samirin, edhe kemi ndërmarr masa të menjëhershme, pra kushdo që e ka mundsu një gjë të tillë pa marrje, pa koordinim, normal që do të ketë edhe veprime të ndëshkuese ndaj tyre. Pra është faktikisht, po them, jam tet i ndihmuar me atë çka ka ndodhur, nuk duhet ajo më ndodh kur në institucionet tona në kryeqytet e askund tjetër. Pra pa marrëveshje ose pa një leje prej drejtorisë të arsimit apo të kabinetit. Po thuani që do të ndërmarrni masat në potencialin ato potencial. Po, ato do të jenë të gjitha normal të ndërlidhura me ligjet në fuqi, me rregulloret në fuqi, pra do të ndërmarrim masat paraprak. A do të ketë shkarkim drejtorit në rast që veç? Po them, këtë po ja lo aty edhe drejtorit të arsimit, po edhe proceseve që janë ligjore, mirë po ju siguroj që gjërat të tilla janë të palejuara, nuk lejohen në kryeqytet, sidomos po them gjërat të cilat e kanë një sensitivitet të lartë, edhe si e tillë po them kemi ndërmarrë masa të menjëhershme nëpërmjet drejtorisë të arsimit në bazë të ligjeve në fuqi.